instruktor praktike, komisioner dhe ekspert për aksident rrugore. Pra bën një kurs 2 vjeçar, po them kurs, për shkollë në fakt, 2 vjeçare të kualifikuar me detaje. Pra nuk është kështu kaq kollaj të shpjegosh mësim. Pra pse u aksidentuan ata në qafën e aty tek tuneli i qafës malit. Po. Ke tuneli Thirrës. Pse? Sepse ata nuk kanë bërë teori ngarje. Pra çfarë ndodh? Pra këta duhet bëjnë një teori ngarje, jo shumor, sepse nuk kanë kohë, se koha është e limituar, po duhet të kenë një njëri të mirëfillta. Si veprohet, sepse për këto 10 ora, po 3 ora, 2 ora sot të vendosin atje. Tjetër humbe tjetën, sepse nuk i di këto gjëra. Pra kur shikon kristale dëbore, sepse kristalet duken, ajo ka qenë ndaj mëngjesit, ato kristalet e borës duken, janë të ngrira mbi sipërfaqe. Pra ky është akull i zi. Po atëherë ky çfarë bën ky njeriu? Çfarë duhet bëj? Kur në kroskotin e makinës të jepet shenjë të borës, duhet kuptosh që temperatura është nën 0. Po. Pra ka ngric. Nuk ka rëndësi se nuk ka rëndësi nëse ka ujë dhe është bërë një akull i trash një pëllëm. Jo, absolutisht jo. Ai akull i trash një pëllëm të bora nuk të bën asgjë. Kurse kjo tipa e hollë që quhet akull i zi, kjo të rrëzon, kjo të vret, kjo të dësho. Pse? Të krijohet ideja sikur ti po ecën mbi asfalt. Në fakt, mbi këtë asfaltin tënd është vendosur si një xham. Është vendosur një shtresë e hollë që ti po rrshket në fakt mbi të. Po të krijohet kjo ide. Dhe për rrjedhoj nuk di ti, dhe ai që ka diktuar këtë, ku ka rrshkitur, ka frenuar pa ka rrshkitur, është përfshirë nga paniku. Dhe nuk ka mësuar 5 veprime që ai duhet bëj. Pra që duhet heqë këmbën nga gazi, duhet rrisi distancën e sigurisë midis tij dhe mjeteve të tjera, duhet ndezi blokazhin, që ta shikojë mbrapa që rruga është e rrezikshme, që ai tjetri distancohet. Pra, këto janë disa veprime të rëndomta, të vogla, por që të marrin jetën. Po që janë nevojshme. Dhe ju thoni në tërësi nuk ndodh kështu, pra shoferat nuk dua që normalisht do të bëjmë një studim, por për të kuptuar pak a shumë. Pra nuk ndodh kështu, jo të gjithë janë të vëmendshëm, të kujdesshëm në tilla raste, sidomos në ato që janë tepër të rrezikshme. Jo, shoferat verior, po them kot ata që jetojnë veri, i din këto se kjo transmetohet nga brezi në brez. Ndërsa drejtuesit e mjeteve të tjera që shkojnë për herë të parë atje, ka shkuar për të bërë vitneri në Kosovë, kthehet që andej edhe lë shqyr që lan makinat, as lan kokat. Shqyr deri tek makina që ofte keqja. Por kjo ka të bëjë me këtë. Pra ne, shteti shqiptar nuk po interesohet fare. Ka 33 vjet që nuk zgjohet nga gjumi, po flet gjumë. Pra, në Ministrinë e Infrastrukturës kanë qenë vetëm 2 veta ke drejtoria e transportit, po them kot. Por kjo kërkon që aty të krijohet një drejtori konsoliduar, të bëj plane metodike, të bëj me fjalë ka shumë punë ajo. Pra do ka nevojë për një tru. Dhe mbi këtë tru duhet vendoset pastaj, duhet bëhet një shkollë 2 vjeçare, programi merret në Greqi, merret në shtete ka shtete të tjera, si bëjnë të tjerë. Pra komisionerët që kemi ne, që unë njoh sa nga ata komisionerët, po asnjë s'ka marrë shkollë për automobile. Asnjë s'ka marrë shkollë për automobile. Po si është e mundur atëherë? Që janë në këto pozicione. Po është si në Shqipëri. Pra ikini par militant, vini par militant, luajnë sa lek, sa dallavere këtu në këtë mes që nuk e di se si luajnë, edhe kaq. Pra po të shohësh askush. Shikoj një në borrin tim bërtasin tërë ditën, hes para, hes mrapa e vrave, e prishë, deri të shikoj një njerëz që po gjet makinën, pra këta nuk din të dalin nga parkimi, këta nuk din të dalin nga lavazho, këta nuk din, pra ky lloj njeriu të del nesër në rrugët me rjetën. Profesor, është normale koha që i dedikohet një studenti të ri, një shoferi të ri, për shembull koha e teorisë dhe e praktikës, me sa unë të panë kam lexuar, dhe që në Shqipëri është më e pakt, më e vogël si kohë, në Europë duhet të jetë relativisht më e lartë. Nuk di më korrigjon nëse jam gabim, pra se më duket tu mund të shkon diku 2 javë kohë praktike, diçka e tillë, po a është e mjaftueshme? Kjo ka një gjë krejt tjetër. Që ne duhet të vendosim standardin ton. Sepse me të vërtetë ne duam, Gjermania ka 32 orë, 35 orë, por nuk është kjo e rëndësishme. Sepse ai fëmia gjerman edukohet që në kopër, që në qerë, dhe ne s'kemi si lloj edukimi. Një të zbrit nga mali, lë krabën atje me bakti, një të zbritur aty dhe direkt e hyp makinë. Por ai nuk di më, unë nuk do ta ofendoj atë. Siç nuk di unë të ruaj baktit. Nuk di më ai.
Pra këtë njeri ne do t'yrojmë jetën një herë të parë. Po që lirosh jetën këtij nuk mund të thuar ta marrësh ta çosh tek një instruktor që për vete nuk di. Edhe quhet instruktor, ka kaluar provim thot. Provim ka kaluar shoku i tjetër. Pra, po këto provime që bëjmë ne shqiptar, provime formale. Pra, duhet këtë marruar arsimin e lartë për automobila. Garat automobilistike thot bota. Garat automobilistike i thot automobil, nuk i thot makinë. Makinë është makinë e shkrimit, makinë e rrojes, makina me kuaj, këto dy ka lloj makinash. Por automobil është gjë tjetër. Dhe fjaloj gjuhë sot me shqipe thot eksakt. Automobil thot mjet që lëviz me motor në vete. Pra, pastaj motor mund të jetë me avull, mund të me djegët brendshme, mund të jetë me djegët jashtme, mund të jetë elektrik etj. Po duhet të jetë me motor në vete. Pra e ka të kufizuar. Ky është një problem që thonë ju thelbësor. Në krau tjetër, rrugët sa të sigurta janë dhe sa problematike janë për të sjellë më pranë aksidenteve? Shikon, ne nuk kemi kam parë në mediat e shkruara dhe edhe tek televizioni juaj që policia mori masa me rastin e festave të fundvitit. Por nuk do të marrë vetë policia. Do të marrë bashkia, do të marrë tjetri, pra të gjitha do të marrin masa. Pra, a do ketë fluks për, po them kot, për një fest? Po. Po kush ai përgjegjësi rrugëve? Ai shikon, sinoptika thotë do të bjerë borë, do ketë ngric. A merr ai masa, a bën plan masash ai, që ndoshta ai është edhe pa shkollë fare, ose di kush është ai. Pra, a ka ky një praktik, a ka ky një blok? Kush do të qëndrojë këtë gryke tunelit, kush do të qëndrojë pak më poshtë, kush do të vërtetoj rrugën që u bë akull, kë do sinjalizoj, kur do nisën makinat me krip. Pra do të ketë një plan, do të ketë një plan dhe një protokoll. Pra kur gjendja bëhet në këtë mënyrë siç u bë atje, se kjo i ndodhi atje. Nuk rast bora si gjë. Aty raj shi deri nga ora 3-4 e mëngjesit, pastaj futi një ngric -3 -4 gradë, edhe u bë atje një shtres e hold mbi asfalt, një lloj suke kishte vendosur një xham dhe rishkisin makinat edhe u vranë të shkëtu u tmerruan edhe hoqën nxitë ullirit. Pra, nëse ne nuk bëjmë edhe një herë një kualifikim të mirë të njerëzve, por një kërkesë llogarie për ata që marrin për sipër, sepse nuk kanë pak lekë ato që mirëmban rrugën, janë shumë lekë. Po ne kemi bërë një hap